Mirëmbrëma të nderuar shikues të TVM2. Sonte këtu në servisin publik jemi në zemër të një përballjeje që ka tërhequr vëmendjen e mbar opinionit publik. Bëhet fjalë për Çajirin, një komunë me vetëm 3.5 km², por me peshë të jashtëzakonshme politike, historike dhe kuptohet simbolike për shqiptarët në Maqedoninë të Veriut. Po përtej dinamikës politike, Çajiri mbetet një hapësirë ku sfidat e përditshme prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve. Çështje si urbanizmi, infrastruktura, pastërtia, siguria dhe arsimi janë ende ndër temat që kërkojnë vëmendje për kushtim, por edhe zgjidhje të qëndrueshme. Pikërisht për këto tema, sonte do të kërkojmë përgjigje, ide dhe plane konkrete për të ardhmen e kësaj komune. Dhe sonte në natën e fundit të fushatës zgjedhore, këtu në studion tonë zhvillohet përballja finale. Përballë njëri tjetrit në këtë debat ekskluziv në gjuhën shqipe janë dy figura për shumë kënd që përfaqësojnë dy vizione të ndryshme për të ardhmen e Çajirit. Bujar Osmani, kandidat për kryetar komune të Çajirit nga Aleanca Kombëtare për Integrim dhe Izet Mexhiti, kandidat nga koalicioni Vlen. Dua t'ju informoj gjithashtu se në kuadër të programit ton informativ kemi dërguar ftesë për të prezantuar vizionin e tij edhe kandidati i Partisë Punëtore, por i njëjti nuk na është përgjigjur ftesës sonë. Të nderuar, mirë se erdhët në TVM2. Mirëse u gjetëm. Krahasia është e jona, atëherë më lejoni që t'ju informoj shkurtimisht për rregullat e debatit. Secili kandidat do të ketë nga 2 minuta për t'ju përgjigjur pyetjeve tona, ndërsa sigurisht që keni edhe të drejtën e replikës, e cila është në kohë zgjatje prej 1 minuti. Qëllimi ynë është që ky debat të jetë përmbajtësor, parimor, të jetë një përballje idesh, argumentesh dhe vizionesh e jo një përplasje personale. Atëherë, do të filloj me sipas rendit alfabetik, zoti Osmani, do filloj me ju. Çajiri është një komunë e vogël, por me peshë të madhe, siç e thash edhe në hyrjen e këtij emisioni. Çfarë bën këto komunë kaq të veçantë dhe pse qytetarët duhet t'ju besojnë juve? Shqipti, Çajiri është qendra e Shkupit, zemra e Shkupit që për fat keq tani është shndruar në një margjinë, një periferi. 80.000 njerëz, po thuaj, edhe pse 62.000 janë zyrtarisht, po deri në 80.000 kalkulohet se jetojnë aty në 3.5 km², ashtu siç thatë ju. Dhe për këto 20 vite, për fat keq është katandisur keq dhe gjendet para një kolapsi total të funksioneve bazike të jetës. Se është punuar pa plan, pa vizion. Dhe sot në Çajir thjesht njerëzit thonë mundësinë e parë që do e gjeja, do dilja prej Çajirit. Nuk ka më rrugë, nuk ka trotuare të lira, shkollat janë në gjendje shumë të vështirë, qerdhet gjithashtu, 2 fëmijë janë me një krevat. Dhe unë vi këtu me gjithë eksperiencën, kredibilitetin që e kam dëshmuar në institucionet që i kam udhëhequr, po edhe nga fakti se unë jam lindur, jam rritur, fëmijët më janë lindur e rritur këtu në Çajir dhe unë ndaj hallet me njerëzit dhe i di hallet e njerëzve. Dhe mendoj se mundem këtë eksperiencë, këtë dashuri them ndaj Çajirit ta kthej në një vizion ndryshe dhe kam ardhur jo për ta ndruar një person me një tjetër, po për ta ndryshuar kulturën e funksionimit. Për shkak se mendoj që ajo i mungon, se Çajiri për këto 20 vite ka humbur funksionin e institucionit profesional që ju shërben qytetarëve. Është shndruar në një instrument të disave, prej cilëve përfitojnë disa e jo qytetarët. E këtë dua, unë kam hyrë këtë garë jo për pushtet e për karrierë, kam hyrë për t'ia kthyer Çajirin popullit, për ta ndryshuar mënyrën e funksionimit dhe për të pas një vizion se ku e shohim Çajirin në fund. Thjesht Çajirin ta bëjmë qendër të Shkupit, ashtu siç ka qenë gjithmonë. Edhe hy me plan të qartë dhe me program të qartë prej ditës së parë. Ju falenderit, zoti Mexhiti, pyetja e njëjtë edhe për ju por i kandidoni pas 2 mandatesh ku në krye të kësaj komune ishte zoti Visar Ganiu, më herët keni qenë 3 mandate në krye të komunës së Çajirit. Çfarë bën për ju kaq të veçantë komuna e Çajirit dhe pse qytetarët kësaj radhe duhet ju besojnë juve? Çajiri është qendra e Shkupit, është Shkupi i vjetër, mirëpo i ka mungu përkraja e qeverisë e mjaftueshme. Dhe kësaj radhe, duke qenë në pozitën e zëvendës kryeministrit,
shifët dallimi, shifët ndryshimi, pra Çajiri nuk bëhet epicentër vetëm me fjalë të mira, po Çajiri bëhet duke mbështet, duke diskriminu pozitivisht, pra duke sjell brenda 15 muajve 100 milion euro për Çajirin, dhe kjo veç fillimi i mbar, domethënë që ja mundson Çajirit të kap hapin e zhvillimit, duke filluar nga Universiteti Nën Tereza 40 milion euro, vendimi i qeverisë, duke vazhdu, pra duke bë kampusin më të mirë dhe më modern në nivel të Maqedonisë, pra Çajirin duke bë si qendër akademike, qendër e dijes, i rrethuar me 4 universitete, me 20.000 studenta brenda, po ashtu duke sjell vendim në qeveri 25 milion euro për qarshinë e vjetër. Qarshia e vjetër 25 milion euro nuk i ka po prej periudhës osmane deri më sot, asnjë qeveri nuk e ka mbështetur kështu qarshinë e vjetër, që është i kapaciteti vetëm ekonomik i Çajirit me 700 dyqane dhe qarshia më e madhe në Ballkan. Ne kemi rikthyer ringjall qarshinë e vjetër dhe tash problemi kryesor i qarshisë ka qenë parkingu, dhe ne i sigurojmë me këta 25 milion euro që sheshi Skënderbej në Shkup të jetë i njëjtave për masa me sheshin Skënderbej në Tiranë dhe ashtu të duket, pra me parking nën toksor për 800 vetura dhe me hapësirë më si shesh më i madh i qytetit Shkupit. Dhe 35 milion tjera janë domethënë të po investohet, po punohet, është kthyer në kantier ndërtimi në gjitha lagjet CPC Çajirit, pra 2 milion euro në Sahat Kull, 2 milion euro në Dyqanxhik, 1.5 milion në Dijon, pra për infrastrukturën nën toksore, rruga Ferit Murati, po punohet Çajrit vjetër, fushë pom, pra gjithandej dhe këtë mënyrë Çajiri mund të kthehet në epicentër politike ekonomike. Keni replika? Po, nuk pajtohem se qeveria nuk e ka mbuluar Çajirin për shkak se për 20 vjet udhëheqje të Çajirit asnjë projekt kapital nuk është realizuar me mjetet komunës. Asnjë, thjesht asnjë. Çdo projekt që është ndërtuar në Çajir, qoftë shkollë, qoftë salla, qoftë kanalizime, qoftë rrugë, qoftë pishina tash, qoftë ginekologjin qoftë qerdhën Bambi, qoftë gjitha i ka bërë qeveria. Po edhe qarshin që u përmend edhe atje, edhe kaldërmat, edhe këto dyqanet janë renovuar me projekte të qeverisë. Domethënë për 20 vite, po t'ishin ndo nga, ndoshta ja, ka 100.000 euro në vit, do realizoheshte një projekt. Domethënë asnjë projekt i komuna e Çajirit nuk e ka realizuar për 20 vjet, edhe prandaj unë mendoj që këtu mungon kredibiliteti për të kërkuar edhe një herë besimin, kurse sa i takon fondeve me kredite, të cilët gjeneratat e ardhshme do i paguajnë vetë shumë shtrejt, bëhen në funksion të fushatës zgjedhore si një projekt për të realizuar projektin e dominimit monoetnik që ka nisë në vend. Keni kodë replikë? Po, Urdan. Projektet nuk mund të bëhen brenda natës, dije që për të ardhurit e projektit duhet ideja, projektimi, projekti kryesor, leja ndërtimit, tenderimi, po mandej vim të realizimi. Dallimi është se ne nuk kemi luajtur futboll dhe basket në zyrat tona, po kemi punu për ditë me përkushtim që sot vim tek realizimi i këtyre projekteve. Realizime që nuk i ngjajnë pra rrugës Shkup-Llaç 2 kilometra që e lanë au promovu një 10 herë. Ne kam pas, sepse nuk din të zhvillojnë projektet. E para, e dyta, prapë domethënë duhet t'ia falë se nuk i din gjërat. Në Çajir nuk është e vërtetë që këto projektet janë prej qeverisë. Pra në lagjen e Gazibabës kanë hyrë diku 5-6 milion euro për infrastrukturën nën toksore, që ka për mjetet të Çajirit, ka mjetet nga USAID, ka mjetet nga Tika, dhe edhe në kaluarën ka pas prej qeverisë, po kjo qeveri 1 miliard euro i ndan për komunat. Qeveria Gruevski Ahmeti ka ndan për Luanat dhe Shkupin 2014. Mirë, do t'ju jap edhe të drejtë edhe një herë për replikë, pastaj do kalojmë në tema tjera. Po, është e vërtet, ne kemi festuar ndonjëherë në qeveri, atëherë kur e kemi nënshkruar korridorin 8, atëherë kur e kemi miratuar ligjin për gjuhën shqipe, atëherë kur e kemi bërë vendin antar të NATO-s, atëherë kur i kemi nisë bisedimet me Bashkimin Evropian, atëherë kur kemi realizuar çdo projekt në Çajir, që thash se çdo projekt, vetëm disa trotuare ose ndriçime në fazën e parë janë bërë prej komunës në 20 vite. Edhe ta marr një shembull. Për shembull, u propozua para disa ditëve se do ndërtohen lifta. Komuna e Çajirit për 12 vite të mandatit nuk ka pasur lift ose ashensor që të mundet të punësuarit që janë me nevojat veçanta të shfrytëzojnë, është dashur UNDP-a me kërkesë të qytetarëve të bëjnë një lift. Prandaj mendoj që
për të kërkuar besimin e qytetarëve duhet të tregohet kredibilitet çfarë keni bërë në të kaluar. Unë po them çdo gjë që shihni në Çajir, si projekt i madh është projekt që e kanë realizuar qeveria në gjitha fazat e saj. Zoti Mexhiti, keni edhe ju të drejtën e replikës. Pra minimumin dhe si qeveri tash e sigurojmë komunës së Çajirit çdo vjet i merr nga 8 milion euro projekte konkrete, që Çajiri nuk i ka pas të kaluarën, por nuk i kanë pas as komuna të tjera të shqiptare. Para, e dyta, korridori 8 është të nënshkruar, po tash punohet. Domethënë është rrit 3 fish intensiteti i punës. Asaj përket natës nuk duhet të harrojmë ka stenograme brenda BDI-s kur kemi bërë betejë brenda. Bujari me Artanin kanë qenë ushtarët e fundit Nikola Gruevski dhe kanë qenë për të vazhduar qeveria me Gruevskin dhe ndryshimi e silli antarësimin e NATO, jo Bujari. Bujari Osmani ka qenë krye negociator edhe për emrin, edhe për ligjin e gjuhës, edhe për fillimin e bisedimeve edhe për marrëveshjen me Bullgarinë. Ta të respektojmë edhe rregullat e debatit. Zoti Mexhiti, do fillojmë pyetjen e radhës me ju. Nëse fitoni, cili do jetë vendimi i parë që do të ndërmerrni? Të folim pak për të ardhmen. Kjo që është në programin, platformën për 4 vitet e ardhshme, pjesa dërmuese e projekteve veç kanë filluar. Projekti i kampusit universitar Nën Tereza para 2-3 ditëve ka filluar, është investim historik, pra 40 milion euro për një universitet në gjuhën shqipe. Projekti po sheshin Skënderbej për parkingun nën toksor për 800 vetura, domethënë është në procedurë të tenderimit në Ministrinë e Transportit dhe për 2-3 javë do kemi gur themel në sheshin Skënderbej. Parkingu të qendra konservative e cili s'ka qenë në funksion dhe pas 40 viteve e kemi kthyer në funksion, pra veç më është i realizuar. Ndërsa ku do fillojmë, mendoj se do vazhdojmë me këtë intensitet të punës që po bëhet në Çajir, dhe 2 fishojmë dhe 3 fishojmë duke filluar pra nga infrastruktura nën toksore, e cila do jetë komuna e parë shqiptare në Maqedoni që do mbyllet vitin e parë apo vitin e dytë pra me ujësjellës kanalizim rrjet atmosferik 100%. Kontinjerat nën toksor do janë gjithandej në Çajir për ngritje higjienën komunale. Edhe për ta ndihmuar ata, do ndërtojmë 2 shkolla të reja në Çajir, 2 qerdhe të reja, Vesëza dhe Bordbardha, Viktori dhe Mitat Frashëri, dhe përpjekjet maksimale do janë që sa më shpejt ta fillojmë rrugën e Jajpashës apo të Cvetan Ndimoven, dhe në fazë të dytë punojmë për John Kennedy, Mitat Frashëri të zgjerojmë. Po ashtu, ndër projektet e para do jetë edhe qarkullia në malin e Gazibabës, e cila dukshëm dhe lehtëson qarkullimin për 20.000 banorë që janë të Gazibabës, që mos kenë dalje vetëm në Jajpash, po të kenë dalje edhe në autokomand e kështu me radhë. Pra, ky intensitet i punës që shifat në Çajir do 2 fishohet, 3 fishohet në 4 vitet e ardhshme. Zoti Osmani, nëse fitoni garën për të parën e Çajirit, cili do të jetë vendimi juaj i parë si kryetari? Kështu, fillimisht roli i këtyre zgjedhjeve është shumë më i madh se bekatonët dhe kanalizimet, për shkak se qytetarët do e shohin pas të hënës se këto kanë qenë punë të lehta. Roli më i madh është si ta kthejmë popullin tonë atje në tavolinën e vendimmarrjes, prej ku jemi përjashtuar. Dhe prandaj ju kam thënë qytetarëve me një të shkuar në vend votim do jenë disa fitore të mëdha. Fillimisht do të çlirohet Çajiri nga kapja, e dini që Çajiri është shndruar në seli partie. E dyta do rëzohet atë ditë me 19 tetor, kur bie Çajiri do bie edhe qeveria më anti-europiane dhe më anti-shqiptare, dhe e treta do dështon ideja për të dominimin monoetnik dhe shëndrimin e shqiptarëve në pakic këtu. Kurse çfarë do bëj për të parës ditës parë, kam thënë shpall gjendje të jashtëzakonshme për 5 tema kritike, ku i bëjmë shtabet e krizës, papastërtia, ndërtesat pa leje, mungesa e parkingjeve, korrupsioni dhe siguria janë 5 tema të cilët duhet trajtohen prej ditës parë, prej të hënës, se për ndryshe përfundon keq. Çajiri veç po ngulfatet nga papastërtia. Pluhuri i Çajirit përfundon mushkrit e fëmijëve tonë. Dhe aty kam thënë me njëherë bëjmë ndërmarrjen e re komunale për higienë, blejmë, punësojmë 120 punësuar, blejmë cisternat për larje dhe dezinfektim të rrugëve, dhe ju do i shihni qytetarët kur dalin në mëngjes çdo ditë punëtorët e higjienës komunale duke e pastruar, për shkak se e kam borxh edhe ndaj shëndetit edhe ndaj identitetit të qytetarëve ta bëjmë komunën më të pastërt. Në dy, ndërtesat pa leje, kam thënë ato dosje të cilat mbahen në fjoka për t'i kushzuar qytetarët për shtëpitë e tyre do mbyllen për disa muaj dhe nuk do ketë më ndërtesa të egra në mbikëqyrjen time. Te çështja e korrupsionit, kam thënë nëse nuk e bëj për 100 ditë,
korupcionin në zero, unë nuk e vazhdoj më tutje. Kam thënë që Çajiri do jetë komuna e parë ku tenderimet do jenë live të transmetohen në faqet e komunës. Siguria, pastaj si çështje e cila është shumë e rëndësishme. Këto janë temat e para që do t'i mbyllim më njëherë, edhe paralelisht funksionojmë me strategjinë e projekteve të mëdha të cilët duhet t'ia kthejnë dinjitetin komunës tonë. Nëse keni replikë, nëse s'keni do kalojmë. Keni replikë? Okej. Kam replikë. Sa i përket ndërtimeve të leja dhe kapjes, domethënë ato që i mendon që kanë kap Çajirin, mendoj kanë në shtabin e vet. E dyta, nuk ka drejt morale të fole për leje, mendoj për objekte pa leje, për shkak se nuk ka logjik me andal dikujt në raste social të ndërton shtëpinë. Nuk flas për ata. Leja tash, kur vetë 5 herë ka qenë, vazhdimisht ka qenë në qeveri, me rrok ministri, me përfitim me ministri, pra jeton në shtëpi pa leje, që ka ndërtuar në fushë të panë në lagjën më elitare. Sa i përket korrupsionit, nuk di që ka mbajt dikun tenderim online, e di që ku ka qenë, domethënë, ka pas raste, duke filluar si ministri i Shëndetësisë, ka pas lëndën pacienti, ka pas kartelat, dhe për të gjeta ka pas domethënë kesh përdorim edhe te fondet evropiane, dhe më e fundit, pra para se të fol për korrupsionin, duhet na tregon se si harxhove 1 milion euro për rentakar për 2 ditë dhe 2 milion euro për zbukurimin e sallës Boris Trajkovski. Zoti Osmani. Kështu është, të ndërtesat pa leje, unë flas për ndërtesat komerciale ku janë bërë 10 kaçe, kryesisht pronarët janë udhëheqësia e komunës, të cilët në emër tjetër i kanë regjistruar, nuk paguhen komunalet, po janë ndarë qindra mijëra euro që kanë përfunduar në xhepat e njerëzve. Nuk flas për këto ndërtimet sociale për shtëpi. Edhe shtëpia ime është e njëjta si ato 13.000 tjerat, të cilë ku ka pas një ndërtesë, prindi im e ka ndërtu, e ka legalizu me procedurë legale. Për fushtapanë, ka prindia të Për fushtapanë më flasë. Prindin e Kinsarov. Jo, për fushtapanë më flasë. E ki e të legalizume. Vetëm ta lejojmë, ta përfundojmë. Është legalizume. A mundet ta përfundoj? Jo, veç përgjigje. A mundet ta përfundoj? Përfundoj. Domethënë është në procedurë si 13.000 aplikimet tjera që janë qytetarëve është e njëjta procedurë. Po prindi im nuk është gjallë për të përgjigjë në atë situatë. Mos manipulo me prindin e Kinsarov në fushtapanë. Nuk e kam pas asnjëherë. Nëse filloj me prindët, ka muhabete tjera. Nëse filloj me shtëpinë, ka muhabete tjera se kush e ka ndërtu shtëpinë. Është e njëjta kompani që e ka ndërtu sheshin Skënderbej, për të cilën Antonio Miloshovski tregon numra. Prandaj mos hym në çështje të cilët njerëzit i dinë. Unë nëse kam patjetër një fjali, vetëm një fjali. Nëse kam ndonjë kapital profesional dhe politik është integriteti. 20 vjet kirurg, askush me gisht nuk mund të bën për mua për korrupsion, as në qeveri, po të kishte një presje gabim në punën time, nuk do ma falnin. Por ky është kapitali im me cilën hi dhe ky është kontrasti mes nesh, çështja e korrupsionit. Kur veç jemi te ndërtimet pa leje, dim që Çajiri ka qenë kryetem në muajt e fundit, flas për periudhën parazgjedhore, ku është përmendur apo akuzuar për ndërtime pa leje dhe urbanizëm pa kontrolluar, akuza këto që kryesisht kanë ardhur nga kryetarja e qytetit të Shkupit. Por zoti Osmani, sa mban përgjegjësia dhe partia juaj për këtë gjendje në komunën e Çajirit? Shif, ne për shkak të asaj mënyre të punës në 2016 BDI-a doli partia e tretë, na fitoi edhe LSDM, edhe partia e sapo formuar Besa. Dhe prandaj në 2017 e bëm ndryshimin. Në 2017 kryetari atëhershëm kundër kandidatit im duheshte mos të paraqitet në zgjedhje që t'i fitojmë zgjedhjet. Unë shkoja me Visar Ganiun, unë kërkoja besimin, njerëzit më njihnin mua, trokitja dermder. Edhe kërkoja, bëja premtime, ata thonin na premtoni veç se nuk do kthehet më ajo qeverisje 12 vjeçare. Për fat keq ai vazhdoi me të njëjtën politikë dhe tash e fshehin kryetarin aktual. E keni pa dikun Visar Ganiu në këtë fushat dhe tash përsëri riciklim, kërkesë të vazhdohet me fshehje edhe manipulime të njerëzve. Edhe prandaj këtu përgjithësia unë kam besuar se ndryshimi do ndodhë në 2017. Dhe kam thënë nëse kam një ndjenjë dërgjegje, ose një ndjenjë faj në këtë fushat, një brengër se unë kam kërkuar besimin për kryetarin aktual, duke besuar se ai do jetë ndryshimi. Edhe sot prandaj kam hyrë vetë, jo për të ndruar një person me një tjetër, po për të ndruar kulturën e qeverisjes, mënyrën e funksionimit. Dhe këtë e presin qytetarët e Çajirit. Nuk duan vazhdimsi
20 vjet Çajiri është sjell në këtë situatë, tash edhe 4 vite do bëhet më mirë për shkak kalkulimeve politike se ana funksionon partia ajo. Qytetarët nuk u intereson çështja e partive. Atyre u kërkon një njeri i cili ka dëshmuar se në çdo mision që ka hyrë e ka realizuar, siç e ka bërë në çdo mision, qofshin edhe më të vështirë, duan një njeri i cili do zgjohet prej 5 mëngjes dhe do punon me njerëzit, një njeri të përkushtuar edhe një njeri i cili mund ta akuzosh për gjithçka, po për korrupsion asnjëherë, për shkak se e ka ruajtur si sytë e ballit shenjë të rinj e integritetit profesional dhe politik dhe çështjen e korrupsionit. Faleminderit, zoti Mexhiti, përmenda që gjatë periudhës, sidomos asaj periudhe parazgjedhore, ishin aktive këto akuzat e kryetarës së qytetit të Shkupit, Danela Arsovska. Sa mbani përgjegjësi ju për ndërtimet paleje, a pajtoheni se gjendja në Çajir është aq keq? E para, Çajiri në nivel qytetit është komuna e 6, dhe nëse do ishte qëllimi për të luftuar ndërtimet e egra, Danela Arsovska, Levica dhe BDI-ja e Bujarit, po do shkojnë të 5 komuna tjera dhe mandej të vinë te Çajiri, po ka qenë një e orkestrume prej Levicës dhe prej Danelës dhe prej BDI-s, domethënë që ta njollosin Çajirin, ta njollosin vendbanimin e vet. Dhe kjo domethënë u po qartë, këtu nuk duhet komentoj. Asaj përket 2016, se Bujari për herë parë del për të më kërku votë. Bujari sari ka pas jo koni përkthelu që ja kanë delegu pozicionet prej pozite në pozit, herë e para që del dhe kërkon votë dhe ballafaqohet në terren, për dallim nga unë që prej fillimit domethënë nuk mi kanë delegu pozitat, nuk mi kanë folë pozitat, po pozitat mi ka thonë populli dhe qytetari i Çajirit, dhe ndaj ati jam falemderus. 2016, pëse ka ra BDI-ja partia e tretë, nuk është Çajiri, po është se dëshin edhe atërë ta vazhdojnë koalicionin me Nikola Gruevskin, edhe qytetari shqiptar atërë dënej BDI-n duke ra në 85.000 vota nivel republikan vis-a-vis opozitës që mund 120.000 vota, po nuk ishe bashkuar atërë. Dhe nëse shteti dul nga rrethimi, nga izolimi ndërkombëtar, dul për shkak se erdhi një qeveri me një parti tjetër me Zaevin, e cila ishte më pro-evropiane dhe e mor guximin edhe ta ndryshon emrin e shtetit për të ecë përpara, për të kalu probleme me Greqisë. Pra nuk duhet të merr meritat. Këto edhe atëherë mendxia nda nga Gruevski, edhe kanë ndihmu Gruevskin për të ikur nga Dibra, po edhe tash i mban kontakte, shkon deri në Budapest, bën takime me Nikola Gruevskin, edhe në takim me ndërkombëtarët, pra para një viti janë lutë pra që ta kthejnë Gruevskin në politikën. Pra vota për këta është kthimi Gruevski dhe Sasha Mjallkovi. Mirë, edhe njerë ju rikujtoj që ti përmbahemi temës, mos të kalojmë në akuzat. Tema politike, personale, politike. Keni replikë? E para, në mungesë të argumenteve, gjithë kjo fushat ka qenë shpifje. Unë vetëm vitin e kaluar kam qenë kandidat për prezident shtetit. Edhe jo që kam fituar po thuaj se 40.000 vota më tepër se partit oponente, po në Çajir kam fituar. Në Çajir dhe atë në çdo lagje të Çajirit kam fituar. Dhe unë aty e kam marrë mesazhin se qytetarët e Çajirit më mbështesin. Ke fitu Taravare? Jo, atje ka qenë, keni qenë ju atje. Se keni pa rezultatin bas 2 javë. Jo, atje keni qenë, ju keni qenë, e keni bëhat fushat, po s'ka qenë me mua jo garë. Të dilën e shofë. Me thënë e para, nuk është e vërtet se unë s'kam dorë, se unë kam fituar në Çajir vetëm para një viti edhe çdo kund në Maqedoni. Vetëm kandidat për president, dhe më thonë që formale, sa të në fund të zgjedh Grodori. Nuk ke dalë drejt. Njerëzit treguan se më mbështesin për shkak se besuan se atë që e kam bë mund ta bëj edhe në Çajir. E dyta, Çajiri nuk është komuna e 6 për nga ndërtimet pa leje. Kjo ka qenë në vitin 2011 kur janë bërë ato aplikimet. Çajiri është numër 1 për ndërtesat pa leje. 150 ndërtesa të cilët jo që janë vetëm pa leje, po janë falsifikuar edhe dokumentet, për cilët ka lëndë në prokurori dhe të cilët janë aktive. Edhe Islamabadin që kam në vetë nuk i ndëgjon këtë drejtim për shkak se kanë deshur ta keqpërdorin për të hapur lëndë, ndërsa nëpërmjet Islamabadit. Për ty ka pas lëndë, gjykata speciale formuar për ndërkombëtarëve, lëndën pacientit dhe ta ka hapur, nuk ka qenë në koordinim me ne ose me opozitën. Është gjykatë që u formu nga ndërkombëtarët për ta pastruar korrupsionin dhe i pari dhe më thonë që i paraqit për shqiptarëve aty. Edhe ki lëndat tjera. Ja, s'ka lëndat. Kështu,
për shkak se do i keni edhe nga 30 sekonda, do kalojmë për shkak se unë nuk kam bë kompromis, a më dalin përgjimet, a nuk më dalin në 2016, edhe nuk jam lajmëruar kërkun, as nuk kam bler mosdaljet përgjimeve, por mu ka dalë gjithçka. Gjithçka pastaj është verifiku nëpër institucione. Institucionet kanë dalë dhe kanë thonë nuk ka asgjë jashtë ligjit. Prandaj thash, në punën time, nëse për një gjë nuk mund të më akuzon askush është e korrupsioni, se njerëzit më din standardin e jetës, më din që unë jetoj, edhe pse jam 20 vjet në politikë, jetoj vetëm me një rrogë të mjekut, për shkak se atë kam ruajtur si sytë e ballit tim. As nuk kam prona jashtë shtetit, as nuk kam ndërtesa në çajir, por kam një jetë modeste, po më krenohem për shkak se politikën e shoh si shërbim. Dhe kam hyrë këtu të dëshmoj se ekziston ndershmëria edhe në politikë. Përmes me ngarku as minutazhin, më thonë vetëm 1 milion euro për rentakar, me harxhu në Maqani, kjo nëse nuk është korrupsion, nuk di çka është korrupsion. Mirë, do vazhdojmë në tema tjera, për shkak se kemi shumë për të diskutuar për komunën e Çajrit. Fjesht të cilët nuk ngjiten thjesht se njerëzit na njohin. Nëse na njohin për një temë në Çajir, na njohin për këtë që ta mund të thotë televizionin. Jo, nuk e thotë televizionin. Do dalim në tema tjera, ju lutem qytetarët presin përgjigjen nga ju për shumë probleme që i shifni. A dini ju që në komunë një çështje zoti Mexhiti që është breng edhe për mua si banorit Çajirit, tani do dal nga roli i gazetarit, është mungesa e parkingjeve. Domethënë, çdo ditë jetoj me stresin Çajir se ku do të gjejmë hapësirë për parkim. Keni zgjidhje për këtë gjë? E para domethënë kur është nda Çajiri ndo 3 kilometra, 3.4 kilometra, pra 3.5 nuk i ka. Krahasim me kazermën e Linden që është 2.2 kilometra, që se ku bën këtë ndarje. Kjo është gabimi, është bo mirë që është bo komuna shqiptare, po është bo gabimi që është bo kaq ngusht, me 70.000 banorë dhe pajtohem që brenda ditës ka dhe 100.000 banorë, dhe kudo që lëviz, dhe më thonë, për metropollat botërore, në qendrat e qytetit, ka probleme me parkingjet, ka probleme, dhe më thonë, me komunikacionin, njëtë ka pra edhe në Çajir, dhe ne nuk kemi për aty në që ankohemi. Brenda kësaj periudhe janë kriju 1.000 vend parkingjet të reja, dhe në realizim e sipër janë duke kriju 1.000 tjera. Edhe atë konkretisht pra të sheshi Skënderbej, parashifën parkingun në Toksor 25 milion euro, që e financon kjo qeveri 800 vend parkingje të reja, 70 vend parkingje u hapën të qendra konservatore në Qarshi, dhe 900 vend parkingje për Qarshin, pra e zgjidh problemin e Qarshis, pjesën ma frekvente, ma urbane të Çajirit. Ndërmarrja Karaxhista që është në Gazibab, e kemi marrë përsipër si komunë, tash si pronë, dhe ajo duhet kthehet në 100 vend parkingje të reja, dhe do shfrytëzojmë pra gjitha hapësirat tjera publike, ne me masterplanin që ka punu Bajram Vardari, sigurojmë 3.000 deri 5.000 vend parkingje të reja pra në nivel të Çajirit. Këtu e kam parasysh edhe garazhën kat që duhet bëhet te Isabegu, garazhën kat që duhet të ndërtohet te Çajçanka, garazhën kat që duhet rruga e plastikave, dhe modele tjera të parkingjeve, siç është rruga Ferit Murati, ku do jetë një ranë e rrugës, domethënë do jetë model për rregullimin e rrugëve tjera, parkingje përdhese, pra me 3.000 deri 5.000 vend parkingje të reja, mendoj që Çajiri e zgjidh problemin kryesor me cilin ballafaqohet tash. Ju faleminderit, zoti Osmani, pyetja e njëjtë edhe për ju. Cilat do të jenë zgjidhjet tuaja? Keni ide konkrete për shtimin e hapësirave për parkingje? Po, këto premtimet për parkingjen kate janë të recikluara në 3-4 mandatet e fundit, edhe qeveria aso kohë bile u dham edhe gjitha dokumentacionin nevojshëm e vendimet, po nuk u realizuan. Plani jonë është serioz në çështjen e parkimeve, ne e kemi ndarë atë në 3 faza. Në këto parkimet në zonat suburbane, të cilët siç janë Serova, Gazibaba, Dyçanxhiku, Tene Qemalla, ku nuk ka realisht hapësirë përveç në Gazibab, te Otokar Keshovan, atje në Saat Kull edhe te Liria, por atje do hymë në çdo rrugë, do bëjmë zonat vogla të parkingjeve pa e dëmtuar gjelbrimin. Për shkak se me 1.000 vend parkime janë dëmtuar ndoshta 15.000-20.000 metra katror gjelbrim për vend parkime. Dhe ne mendojmë se ka mënyra tjera se si mund të krijohen parkingje. Domethënë e para, si fazë e parë është në çdo rrugë të lagjeve tona të suburbanizuara do ketë vend parkim. E dyta, vend parkime nën toksore janë planifikuar sipas vizionit ton në 3 lokacione.
në një të Vasil Glavinov është 40.000 metra katror, në 2 kate parking nën toksor me 1.000 vend parkime me çka rregullohet krejtësisht çështja e John Kennedys dhe këtu pastaj e shfrytëzojmë edhe për ndërtesën e rreth shkollës të Çerdhës, për shkak se Çajiri është i vogël dhe duhet çdo projekt të jetë multifunksional. Pastaj është e Vesëza, aty është 20.000 metra katror, parking nën toksor, 520 vend parkime, është e Metodia Mitevski, një hapësirë në të cilët bëhet parkim nën toksor gjithashtu, edhe parkimet në kate, siç thashë Liria, te Saat Kulla dhe një parking nën toksor te projekti te Çajirçonja. Dhe faza e tretë natyrisht është urbanizimi i plot. Ky është projekt i madh, mirë po pa projekt nuk niset. Për shkak se nuk mundet pas 20 viteve e bëjmë masterplanin. Masterplani bëhet prej ditës kur e nis. Edhe këtu Çajiri duhet ngritet në vertikalisht dhe vetëm kështu do krijohen hapësira ku njerëzit do kenë edhe gjelbrime, edhe vend parkime, edhe shkolla, edhe çelë. Më thonë se përket vetëm si informat për parkingun nën toksor për 800 vetura, alirisht mund të shifet në procedurat është publike në Ministrinë e Transportit, shoh procedurat të nderimit për 25 milion euro parking nën toksor dhe e them edhe publikisht që brenda 2-3 javë domethënë do ketë gur themel aty, se vetëm pritet të zgjidhet ndërmarrja e cila do realizon atë punë. Parkinget që i përmend ndër Çerdhat, edhe këtu domethënë dia fali se nuk e një kompetencat, nuk lejohet me ligj të ketë parking nën toksor ndër Çerdha. Domethënë normat ligjore nuk e lejojnë atë. Jo. Nuk është ajo e saktë, për shkak se e kemi verifikuar, analizuar, planifikuar gjitha këto mënyrat se si do jenë hyrjet e ndara, i kemi analizuar edhe ku do jenë fëmijët derisa të rregullohet nxënësit, derisa të rregullohet parkimet. Lexoj pak më mirë, nuk lejohet ndër projekti jo, nuk është ashtu. Projekti te Skënderbeu është projekt që ka nisë dhe e ka financuar qeveria e Maqedonisë në kohën kur ne kemi qenë, për shkak se siç theksova, Çajiri nuk ka bë asnjë projekt të vetin, mirë po ky është vizioni jon për parkimet që nis prej pikave të vogla, për shkak se thash edhe 1000 vetura duhet në Çajir dhe Çajiri do kollabon krejtësisht, veç më nuk kalohet nëpër rrugët e Çajirit. Mirë, faleminderit. Do kalojmë në çështjen e hapësirave të gjelbërta. A keni plan për hapësirin a keni plan për shtimin e parqeve dhe hapësirave të gjelbërta në komunën e Çajirit? Fillimisht duhet t'i ruajmë ato që janë. Për shkak se qytetarët më tregojnë kur dalë derë në derë se vetëm priten zgjedhjet dhe nëse fitojnë ata të ndërtimeve pa leje, thonë vetëm i kanë të planifikuara t'i kapin parqet edhe të bëjnë ndërtesa. Unë kam bë moratorium në atë dhe nuk do ketë ndërtesa në për parqe, t'i ruajmë, t'i mbajmë të pastërta, kurse gjelbrimi i Çajirit në perspektivë, veçanërisht në pjesën e suburbanizuar, është nëpërmjet procesit të urbanizimit dhe densifikimit të popullatës atje, duke ngritur, siç thash, vertikalisht në bazë të planeve, në bazë të planit që e kemi përgatitur, që ashtu krijohen hapësira të reja. Për momentin, në një zonat e gjelbërta, po rrezikohen me ndërtesa pa leje, po rrezikohen me këto vend parkimet para elektorale, të cilët bëhen vetëm para zgjedhjeve dhe qytetarët nuk kanë asnjë zgjidhje. Unë prandaj them, kam hyrë në këtë garë për ta ndruar kulturën e funksionimit, ku 3 vjet e 11 muaj punohet për vete, a 1 muaj para zgjedhjeve tentohen të blehet qytetarët me kreditë të cilët do i paguajnë gjeneratat e ardhshme 2 herë më shtrenjtë, do punohet 3 vjet e 11 muaj e 1 muaj do bisedojmë me qytetarët për zgjedhje e nuk do punojmë atëherë 1 muaj përpara. Kjo është arsyeja pse kam hyrë në këtë garë, t'ju tregoj qytetarëve se mundet ndryshe në Çajir. Për shkak se prej kur është themeluar Çajiri, një njeri e ka udhëhequr. Edhe njerëzit ndoshta kanë filluar dhe dëshpërohen të mendojnë se ndoshta nuk mundet më mirë. Unë dua të dëshmoj se mundet më mirë. Mund të bëhen projekte të mëdha, mund të siguroj fonde nga Bashkimi Evropian. Për shkak se konsideroj veten ekspert të çështjet e fondeve të Bashkimit Evropian. Kam qenë 3 vjet koordinator shtetëror i fondeve IPA. I keni parë këto video mbështetjet nga ministrat më të fuqishëm të Bashkimit Evropian, të cilët thonë bujari ka çasje deri te i hapen dyert në Bruksel.
Fondet e BE-s do vinë për shkak se zero janë shfrytzuar gjatë kësaj periudhe. Faleminderit, zoti Mecic. Disa mund të përgjigjen për 30 sekunda. Jo, do ju jap të drejtën e përgjigjes, për shkak se pyetja e njëjtë është edhe për juve sa i përket parçeve dhe aty ndërlidhni. Okej, sa i përket asaj, ne kemi megaparkun, domethënë, që është në lagjën e Fushëpanës, i cili fillu me Danella, po duhet shkojë Danella për të realizuar. Po ashtu ka një park me gjitha elementet, pra dhe parku i Çajirit. Dhe ajo që është me rëndësi, parku i Gazibabës, i cili kufizohet me Çajirin, është park më i madh se sa i parku kryesor i qytetit. Pra aty do përqendrohemi që bashkë me qytetin e Shkupit të qeverisë, edhe parku i Gazibabës të kompletohet, të pajiset, të investohet, pra me gjitha elementet që të jetë edhe më i mirë se sa parku i qytetit të Shkupit. Ndërsa në tjera do mundohemi të rrujmë këto hapësira që janë të gjelberta dhe për të kriju hapësira të gjelberta të reja. Sa i përket atyre që kanë ndërtu pa leje, në më thonë, ma shumë du t'ja bon Galen Bujari se i ka në shtabin e ti kryesisht ato të përqendruar, edhe i dinë edhe vetë. Sa i përket fondeve evropiane, po është e vërtet që e ka koordinator i pa fondeve, po në atë periudhë 3 vjeçare sa ke qenë, pra është minimumi i shfrytëzimit atyre fondeve, dhe më thonë nëse është tejet katastrofal shfrytëzimi i fondeve evropiane, edhe këtë kam vërtetu, dhe më thonë edhe qarqe tjera, pra shteti nuk ka ditë të menaxhon ato fonde, e aq më pak pra asë një euro nuk ka sjell për atin e fondeve për në komunën e Çajirit, në komunën nga vjen dhe nga ku jeton dhe vepron. Pra asaj përket asaj se Çajiri ka bo me qeveri, po pjesërisht me qeveri, po jo si tash. Dhe më thonë që kretë të 100 milion euro janë të alokume prej bugjeteve qeveritare për Çajirin, me projekte konkrete, të cilat janë në realizim e sipër. Antë kalurit, Çajiri dhe më thonë ka fillu edhe pa ndërtesë komune, që nuk e kemi bo me qeveri, po e kemi bo me fondet huaja. Pjesë tjera kemi bo me fondet tona dhe me fondet të qytetarve. Bile këtu du t'i falenderoj edhe një pjesë të biznesit që kanë ndihmuar jashtë tatimeve, kanë bua dhe projekte në interes të qytetarëve. Qasja e kundër kandidatit tim është gjithmonë një viktimizim ku gjithmonë dikush i ka fajet, dikush ja ka ndarë komunën keq, dikush i ka bërë ato ndërtesa pa leje, dikush mendoj që duhet të jemi korrekt, përgjegjës, nënshkrues, për çdo ndërtesë me leje pa leje, ose çdo aprovim, keni qenë ju. Edhe unë e tregova, kjo ka nisë me atë Titanikun e famshëm, atë karikaturën e ndërtesave pa leje, ku që është bërë në mandatin tuaj. Nuk është në rregull, gjithmonë tentoni t'ia hedhni fajin dikuj pa marrë përgjegjësi një herë. Pse 20 vite Çajiri ka ra në këtë situatë? Është para një katastrofe, është shpallur komuna më e papastërt në Shkup, komuna me më shumë ndërtesa pa leje, komuna më e pasigurt në Shkup, me numrin më të madh të vrasjeve për shkak kaosit urban, me shkolla më të dobta, me shkollat kanë xhirollogarit bllokuar, fëmijët shkojnë në shtëpitë e tyre për të përdorur toaletin. Dikush duhet të jep përgjigje, të thotë, unë isha 20 vjet, dështova, e lëshova Çajirin, shkova tjetër kund se nuk më pëlqeu, tash dua të shpotoj karrierën time politike. Duhet të jemi sinqert me njerëzit, ndoshta edhe ju drejtën e replikës. Nuk mundet gjithmonë të ketë faj ai i shtabit, ki tjetri. Kam faj që të kom leju ty me ndërtu nxezë. Shpirë. E para, e dyta... Nëse ke leju, duhet përgjithësi në bajtë. Po hajde bashkë të mbajmë të përgjithësi. Dhe prishi shpinë tonë dhe sefta. Unë nuk kam shtëpi time, kam shtëpi familjare, që është e ka ndërtuar. Kjo është viktimizim. E ka ndërtuar prindim dhe është e legalizuar dhe me këtë ti i ofendon 13.000 qytetarë Çajirit të cilët kanë legalizuar. Ta përfundoj fjalin. Po folmi këtu si më pazar. Jo, zoti Mecic, keni një minutë replikë. E pritat. Ose. Po mirë tash ose. Mirë tash ta ruajmë rendin. Urdhoni zoti Mecic. Viktimizimi i këtij është deri në atë shkallë sa gjithë e dinë se kompetencë e qytetit Shkupit, kompetencë e ndërmarrjes publike e higjienës komunale, e drejtorit që është emëruar prej këtij, Sabahudini, i Sarajit,
edhe ky tjetri Buçi që është në parqe e Gjelbërime, edhe ai tjetri Ndrislla është i këtyne, këto i kanë emëru, këto e kanë pru Shkupin këtë dërregje, me Levicën, pra këto kombëtarët kanë koalicion 4 vite me Levicën, me Danellën, në nivel qytetit Shkupit, e udhëheqin parqet, i udhëheqin higjienën komunale, udhëheqin Ndrisllën. Le të tregojnë qytetarët, a e mbajnë mend në dërregje më të keqe ka qenë herë Shkupin përgjithësi, edhe Çajiri më i papastër se sa këto kur udhëheqin. Pra këto duhen të bëjnë reprizë të udhëheqësisë së qytetit Shkupit, pra me Levicën, me Danellën, ta replikojnë pra edhe në Çajir. Pra për papastërtinë që i bëjnë këto, që nuk i pastrojnë kontinjerat, duke mbajnë higjienën, ju ka faj dikush tjetër. Do jap të drejtën për kundër raptin nga po vetëm një minutë për këtë. Domethënë ku është paradoksi? Ministri i Ambientit, që është 15 muaj ministri i Ambientit, i le fajin dikujt tjetër për papastërtinë Çajir. Unë mendoj që ju bëni një gabim kështu substancial. Dallimi ndërmjet kompetencës dhe përgjegjësisë. Kryetari i komunës nuk mirret vetëm me kompetencat e veta, po ai merr përgjegjësinë. Unë kur t'jem kryetari i komunës, unë ndoshta nuk do kem kompetenca për shëndetësinë, po unë do jem mjeku i parë i komunës. Dhe përgjegjësia ime është ta ruaj shëndetin e njerëzve. Ndoshta nuk do kem kompetenca në disa çështje tjera, te siguria, po unë do e kam marr përgjegjësinë dhe këtu është problemi. Edhe ajo tentimi për t'ia hedh fajin gjithmonë dikuj, po 20 vjet në komunë Çajiri është identifikohet me papastërti. Si ministri i ekologjisë, pra vakum shpëtu fondet se e kanë lënë Zajazin pa kanalizim. 16 milion euro, fonde evropiane, ja kanë dhënë ndërmarrjes Azerbajxhanit për ta bërë punën me fonde evropiane në Zajaz për të marrë domethënë familjar aty ato dhe kanë dështuar u dogjen ato fonde dhe si ministri i ekologjisë kum siguru fonde shtesë nga ministri ime 14 milion euro për të siguru kanalizimin. Për higjienën komunale, të thuaj që i ka kompetencat ministri i ekologjisë është pa kompetencë pa dije. Do kalojmë në një temë tjetër, zoti Mexhiti, shumë lagje apo rrugë të Çajirit janë të mbingarkuara me trafik, me theks të veçantë këtu e dim gjithë ne që jetojmë në Çajir, sidomos edhe në Shkup është rruga Cvetan Dimov, a keni plan për infrastrukturën rrugore apo për një sistem të ri qarkullimit? Po, prioriteti numër 1 në master planin është pikërisht rruga e Cvetan Dimovit, e cila ka projekt për zgjerim me 2 korsi. Ka leje ndërtimi, janë edhe vendimet për ekspropriim ndaj qytetarëve, që është shumë prej 2 deri në 3 milion euro. Kanë fillu edhe të thrasen në qytet Shkupit dhe me udhëheqësinë e re të qytetit Shkupit do fillon dëm shpërblimi dhe fillimi i realizimit të rrugës së Cvetan Dimovit, që është arteria kryesore e Çajirit. Në plan 2 është rruga Mitat Frashëri, që është shujt më herët brigada Kosova-Maqedonase, po ashtu të shtohet me ka 2 korsi. E treta në plan është rruga John Kennedy duhet të shpërthen në bulevardin Nikola Karev apo siç e njohin rruga e plastikave dhe me këto 3 arteri kryesore dukshëm pra lehtësohet qarkullimi i veturave në Çajir. Po ashtu është unaza në malin e Gazibabës, e cila është në planin general urbanistik, është në planin detaj urbanistik, është në komunën e Gazibabës, po bashkë me qytetin e Shkupit dhe me komunën e Gazibabës do fillon në realizimi që ta lehtëson komunikacionin. Por Çajirin nuk duhet ta shohim vetvetiu dhe të izoluar. Në Çajir është shumë e rëndësishme bulevardi Bosnë-Hercegovina dhe bulevardi Slovenia të vazhdojnë me malin e zi dhe me Kroacin që të ketë mundësi pra prej autokomandët të dilet në Gjorçe dhe Karposh apo Saraj, që dukshëm dikun 30% e shkarkon komunikacionin sepse nuk do hyjnë nëpërmjet Çajirit për dalë andej, po do shkojnë drejt për drejt prej njëras të tjetër. Bile një pjesë e qytetarëve të Çajirit do mund ta shfrytëzojnë këtë aks rrugor, domethënë për të lidh me aerodromin apo për të lidh me Sarajin apo Gjorçe Petrovin. Dhe në fund ideja është si pilot projekt është lagja e Gazibabës, po edhe në lagje të tjera që në Çajir të ketë sa më tepër rreth rrotullime të zaventësohen ku janë semaforët dhe po ashtu në për lagjet të janë rrugë një kafshë në lagjen e Gazibabës, Saravës, Çajiri i Vjetër dhe gjithandej. Mirë, zoti Osmani, cilat janë zgjedhjet e juaja në lidhje me lehtësimin e trafikut të stërngarkuar me infrastrukturën? Nëse e keni po vizionin për Çajirin që e ka përgatit Michel Roykin, e dini që është një ndër 10 arkitektët më të mirë në botë për çështjen e urbanizmit dhe arkitekturës dhe ekipi i tij, mobiliteti ose qarkullimi është numër 1. Për shkak se e dini si është, kur janë arteriet e bllokuara, çka duhet bëni? Bëni stent, ti hapni ato hapësira. Në 2 pika kryesore bulevardet e Çajirit janë të bllokuara.
një aty ku lidhet John Kennedy deri te Nikola Karev, deri te Universiteti Nana Terez, edhe Ferit Murat përsëri te Nikola Karev. Dhe kështu dhe prandaj krijohen për shkak këtyre dy projekteve që nuk janë ndërtuar, janë premtuar. Këto të njëjtat muhabete ne i dëgjojmë 20 vjet. Bile 2017-ën u bëm në kontratë, u shkruajtëm edhe rreth rrotullimet, edhe gjitha projekte se do realizohen, po nuk u bë gjë. Prandaj këtu është më tepër çështja e kredibilitetit. Si mund t'ju premtoni njerëzve një punë që është dashur ta bëni për 20 vite e tash do ju besojnë? Cila është ideja jonë? Domethënë, ne kemi vlerësuar edhe analizuar edhe projektin e shtimit korsive atje. Vlerësimi i ekspertëve më të mëdhenj botror është se shtimi i korsive vetëm e rrit fluksin e veturave dhe nuk i ndihmon Çajirit, po ju ndihmon komunave tjera të cilët qarkullojnë nëpër Çajir. Dhe vetëm e rrit dioksidin e karbonit i cili lëshohet në Çajir, po nuk bën zgjidhje. Dhe prandaj zgjidhja jonë është, siç thash, për shkak se është Çajiri i vogël, çdo projekt duhet të jetë multifunksional. Dhe ne projektin te Çajir Çonja e kemi multifunksional me nën kalim, me sheshin e ri Liria, të cili do jetë sheshi i dytë pas Skënderbeut dhe me parkim nën Toksor. Kur dola me këtë ide, thanë nuk bëhen kjo është futuristike. Dhe prandaj shkova në Ferizaj për t'ju tregu njerëzve se mundet, po ju e keni implementu mentalitetin nuk mundet, edhe i keni imponu qytetarëve se nuk zbëhet ndryshe. Unë dua ta thej këtë mentalitet. Mundet projektet mëdha. Kam bërë Ferizaj, ka bërë Tirana, ka bërë çdo qytet. Vetëm ne ende kemi ngel dhe folim për kanalizime dhe bekatona dhe atë vetëm para zgjedhjeve. Kam hyrë në projektet më të mëdha të shtetit. E përmenda edhe emrin, edhe naton, edhe ligjin e gjuhës. E kam bërë një sekondë, është ta përfundoj. Do kemi edhe mundësi për replika, do shfrytëzoni. Jo, desha ta përmendi vetëm projektin Bellanoc Stançi që ka qenë projekti më i komplikuar i financuar me fonde IPA, po ata kanë bërë aplikime, Komuna e Çajirit nuk ka bërë asnjë aplikim që ne të financojmë me IPA. Zoti Mexhiti, keni të drejtë replike për 1 minutë. E para nuk i takon të sillet të sigur ka rapi pe qiellit e pe hanës, nëse spaku pe 2008 është pjesë e vëdis, ka qenë pjesë e proceseve, ka qenë ministër në shumë resore, edhe nuk mund të vjen këto dhe të sillet sigur ky s'ka të bëjë kur gjë me ato. Po ka pasur përgjegjësi për Çajirin, është mburr me Çajirin, ka përfitu për Çajirit edhe sot del sigur s'kam bëj me Çajirin. E dyta, nëse nisemi te 20 vjet, hajde ta thot njëjtën atëre për zotin Ahmeti, i cili është moshë shumë më i shtirë se unë, që duhet shkoje, pse është para 20 vjetëve. Nuk e thot, se s'ka guximin, edhe pse ndoshta e dëshiron. E treta, për këtë që flet me, edhe njerë për potencij, para mediumeve, këtë që e folë si nën kalim, në se të ndimaf, është e paralizueshme. Nuk është në plan general. Plani general i ka kalu afati. Për ta sjell planin e ri general, do shkon ky mandat, domethënë dhe ky flet për diçka që do shkon derisa sjellet plani general, sjellet plani detaj, edhe mandej prap do mbetet te ideja aty me aty meksikanit. Edhe nga 30 sekonda do keni kundër replikë dhe do kalojmë temë tjetër për shkak se ne kemi edhe shumë temë të diskutuar disa koha për Kjo është mentaliteti në Çajir këto 20 vite të fundit. I paraalizueshëm, nuk bëhet, nuk ka mjete, fajin e ka qeveria, fajin e ka qyteti Shkupi, Danella, gjithmonë dikush e ka fajin. Unë e kam përmend. Kur hyn atë çështja e NATO-s, çështja e gjuhës, çështja e raporteve me Bullgarinë, thoni nuk bëhet. Ju duhet të keni vizion, guxim për t'ju hyrë projekteve të mëdha. Edhe unë mendoj që Çajirit i ka ardhur koha për ndryshim, për të bërë projekte të mëdha dhe për të dëshmuar. Sa për ato 20 vite, unë thash një faj e kam, që i kam besuar se do i bëm punë të vogla. A detyrat e mia, unë i kam bërë gjitha që i kam realizuar. Edhe unë nuk kam problem me eksperiencën në politikë. Një institucion. Mira, shfrytëzuat kohën tuaj, zoti Osmani, zoti Mexhiti, 30 sekonda dhe do kalojmë temë tjetër. I del zot dhe punëve të mëdha, po kostën e grame në BDI. Ky ka qenë luftari fundit me Artan Grubin i Nikola Gruevskit. Ne të bo biseda aty, dhe me thonë se a duhet ndahen prej Gruevskit, a duhet shkoj me LSDM-n. Kontaktin e parë, dhe me thonë, unë e kumbohë, dhe me thonë, për bashkë me Nevzat Bete me Teutën, me nëzi që i kemi shkep për Nikola Gruevskit, edhe me pas mbet me Nikola Gruevskin, as NATO, as emër, as gjuz do ishbo,
edhe sot del këtu sigur gjithçka u kanë varë këto proceset e mëdha tek këtu. Vazhdimisht po flisni që të dy për proceset të mëdha, ndërkohë që ju jeni në replikun kur flet për këto punë. Do dalim në temë tjetër, ju lutem do flasim për arsimin. Çka ka ndodhur në 2016, si është sabotuar shtëpia, veç ta përfundoj lutem. Si është sabotuar shtëpia prej brenda, pse është sabotuar shtëpia prej brenda, pse janë bërë komunikime dhe si vazhdoi procesi i ndarje i tentimit për ta prish shtëpinë. Do kalojmë tema tjera, shihet që keni më tepër disponim për biseduar për tema që te i kalojnë edhe kompetencat e zgjedhjeve lokale, gjithsesi do jap edhe atë drejt, por njëherë fokusi kisha dashur që ta mbajmë te komuna e Çajirit. Shpesh kemi parë për të dy vlen kjo pyetje që të merrni merita për Universitetin Nën Tereza, njëri thoni se ka negociuar për marrjen e kazermës, tjetri thoni se ka lëshuar fonde qeveritare për ndërtimin e kampusit, por një gjë që është shqetësim për shumë student që studiojnë në Universitetin Nën Tereza është që nuk ka transport urban për atje. A keni menduar ta zgjidhni? Unë jam korrekt dhe shumë i sinqert. Po, në themelimin e universitetit ka qenë i involvuar kundër kandidatim. Por ka qenë në kushte substandarde atje te sindikate e maqonisë së Veriut. Bile zyret e para i kam ndihmuar të pajisen me banka e me karike. Mirë po, vendimin, negociatat, procedurën në qeveri, për ta sjell Universitetin Nën Tereza nga sindikati te kazerma Ilinden në kufijtë të Çajirit, ka qenë unë e kam koordinuar. Domethënë e kam negociuar me armatën në qeveri, në çdo mbledhje qeverisë, unë e kam hequr procedurën ato 5000 metra katror. Ti transferojmë nga ushtria në Ministritë Mbrojtjes, prej Ministritë Mbrojtjes në Ministritë Arsimit, prej Ministritë Arsimit te universiteti. Dhe kjo ka marrë muaj të tërë për cilën kam bë përpjekje maksimal. Edhe krenohem që kam qenë pjesë ati procesit. Çështja e kampusit është prej 2017 janë vendime. Janë bërë disa projekte. Njëherë ka qenë diku tjetër dhe 2017 e kemi premtuar në vendngjarje aso kohë. Pastaj kur e morëm kazermën Ilinden, e vlerësuam se mund bëhet aty. Ashtu që ato janë procese, po të cilët ka punuar gjithë organizata dhe nuk është rregull të shtyhet mbi njerëzit të cilët kanë punuar për një ide, për projekte përbashkëta për 20 vite. Nuk po tentoj unë t'i marr gjitha meritat. Për transportin urban? Për transportin urban kam takuar unionet e studentëve dhe më kanë treguar se nuk ka transport urban dhe këtu me qytetin e Shkupit duhet ta rregullojmë që të ketë një linjë që i dërgojnë studentët deri te. Ata bile propozuan studentët e arkitekturës kishin bërë një projekt për hapjet një rrugës prej te Mitat Frashëri, bulevardi deri te universiteti, po natyrisht do i shqyrtojmë në proces, po është çështje që thash, do rregull prej 20 janarit, prej 20 tetorit do hymë ti trajtojmë. Zoti Mexhiti, pyetja e njëjtë edhe për ju, keni drejtën e përgjigjes. Do të fundit te rrugën jemi duke e hapur, nëse ashtu siç kemi ofruar qasje Universitetit Ballkanik, ku i ofrojmë qasje edhe Universitetit Nën Tereza që të ketë qasje me Çajirin, mos sillen rreth e përqar. Sa i përket transportit publik, domethënë faji i qytetit Shkupit, i ndërmarrjes publike JSP, domethënë që udhëhiqet nga BDI-ja, Levica dhe Daniela, edhe është mirë me bo presion aty të rregullohet ajo punë. Është e vërtetë, domethënë që kjo punë ka filluar në kohën kur kam qenë pjesë e BDI-s, ka merita edhe Ahmeti, ka merita jashtëzakonshme edhe ministri i Arsimit i asaj kohe, Indjeri Abdulaqim Ademi, në asnjë moment nuk e kam identifikuar edhe Azizi para bisedime edhe fillimisht kanë filluar me studimet e disperzuara të Universitetit të Tetovës në Çarshinë e vjetër, po në asnjë moment nuk kam deklaruar që kjo ka filluar dhe ka mbaruar me mua. Po është e vërtetë, domethënë që kam qenë ato hapat e parë të themelimit, është e vërtetë, domethënë që gjithë kanë ndihmuar, domethënë sa ka pas mundësi, po është shumë e vërtetë që kjo hapësirë në kazermën Ilinden para një muaj dite, domethënë unë kam dhënë seancën e qeverisë, i është ndarë si pronë e përhershme Universitetit Nën Tereza. Pra nuk është shfrytzues, po është pronar i atyre 5 hektarëve Nën Tereza. Dhe është shumë e vërtetë që në mbledhjet e qeverisë, pra të cilën unë kam udhëheq,
janë do 40 milion euro investim për Nën Tereza. Pra unë kur flas këto, nuk them se ka filluar dhe mbaron me mua, sepse është më e madhe se ne, është më e madhe se politika ditore, është një prej punëve më të mira që i ka ndodhur Shkupit Çajirit, dhe këtu nuk duhet t'ja mohoj askujt, mendoj merit që ka pas. Mirë, do dalim. Të çështja e pronësisë, jo, procesi i transferimit të tokës, këto 5.000 metra katror, ka filluar prej atëherë. Ndonjë fazë shtesë mund të jetë kompletuar, po nuk ka qenë për shfrytëzim, ka qenë për transfer dhe për pronësi. Por mirë që mbrim këtë fazë ku duhet të miren, të pranohen punët, ashtu edhe për Bambin që e kam udhëhequr unë mbledhjen dhe e kam negociuar, ashtu për ginekologjinë, ashtu për universitetin dhe tezat këtë shpifje të fushat, se të kishte filluar fushata kështu. Po, e pranojmë se Bujari i ka bë këto punë, po ka pas detyrat e veta në Washington dhe Bruxelles, atëherë do ishte një fushat tjetër. Po ka nisë me një nihilizëm, me një tentim për denigrim të politikanëve në proces dhe prandaj ka ardhur situata deri këtu. Po unë mendoj që çështja kryesore është se pas 20 viteve njerëzit mendojnë që 4 vite shtesë nuk do ndryshojnë gjë. Ata duan një ndryshim, një çështje tjetër për ta provuar se do del më mirë. Dhe unë këtë mund betohem se do del më mirë se e njoh veten. E njoh veten shka si jam kur përkushtohem në një punë, edhe se nuk dal prej asaj pune pa gjithë. Zoti Mexhiti 1 minutë dhe pastaj do kalojmë në tema tjera. 1 minutë për replika. Por, për replikën. Jo, s'ka nevojë, ndryshimi nuk mund të jetë të vazhdon BDI. Ndryshimi është vlenë. Ndryshimi është keqasja e qeverisë. Ndryshimi është kur qeveria me 1 miliard euro, pra nuk i harxhon në Luana, në Tigra, në Shkupin 2014, po i harxhon në decentralizim fiskal, në fuqizim të komunave, që është në frymën e marrëveshjes së Ohrit, dhe ndryshimi është kur këtu nuk vendosen kritera si të kaluarën për të diskriminuar komunat që nuk janë me qeverinë, po vendoset vetëm një kriter numri banorëve. Sa banor ka komuna, aq mjete merr, po jo mjete si mjete, po aplikon me projekte konkrete, i realizon komuna projektet, i finanson qeveria. Kjo është ndryshimi. Nuk mund të jetë ndryshimi, ta paraqet ndryshimin Bujari me BDI. 20 vjet. Zoti Mexhiti ka qenë figura kryesore. Vendimmarrëse në Çajir edhe në Shkup. 5 ministër e kanë, pastaj edhe nënkryetari Zell i BNVL-s, ku janë përcaktuar këto parametrat për komunën. Prandaj them kjo çështja gjithkush e ka fajin, po unë që 20 vjet kam marrë çdo vendim për Çajir, unë jam ndryshimi. Nuk ka logjik kjo, nuk është racionale thjesht. Njerëzit kërkojnë ndryshim, dojnë që Çajiri t'i kthehet popullit, të ketë një menaxhim profesional, ku administrata nuk do jetë me një restoran ku do merren vendimet, ku selia nuk do shndrohet, ku ndërtesa e komunës nuk do shndrohet në seli partie, për shkak se nuk mundet selia e partisë të jetë në komunë. Nuk mundet projektet e komunës. Fola për ndryshim në qasje, pra ndryshimi ndjehet në Çajir. Kështu si punohet Çajir tash, këto 3 muaj. Kjo është investim i Mickovskit për sponsorizuar kështu si punohet projektin e vet. Në çfarë kuptimi? Unë mendoj. Jo, problemi është se ka badinter edhe te mjetet. Ne kemi marrë 30% e mjeteve që ndahen për komunat në përgjithësi për 15 komunat tona. Kjo ndryshimi. Sa kompani shqiptare? Edhe ajo ndryshon, sa dush ka, veç nuk janë ato kompanitë e juve familjare. Sa të kompanitë tona familjare? Se unë s'jam marrë në kompani, ju jeni marrë në kompani, 20 vjet në kompani jeni marrë, ju unë s'jam marrë. Fundi, nuk jemi ndryshim. Ta përfundojnë Zoti Mexhiti. Arben Taravari tha prej 250 milionëve, asnjë kompani shqiptare nuk ka marrë. Nuk e vërtet. E tha partneri juaj i koalicionit. Arben Taravari ka thonë se kryeministër më të mirë se Mickovski nuk ka. Sot thot diçka tjetër. Ju ndroni deklaratë, ju ndroni martimet, ju ndroni emra. Zoti Mexhiti në fillim përmenda peshën politike. Po nuk demontohet Taravari se demonton vetë. Ju lutem tani po komunikoj me ju. Po mirë tash. Në fillim përmenda që peshën politike të kësaj komune, kjo dëshmohet edhe me kandidaturat tuaja, pasi që jeni politikan të nivelit më të lartë nga 2 bloqet politike shqiptare, këtu lind pyetja se a mund ndikojnë zgjedhjet e së dielës në procese më të mëdha politike? A është betejë e Çajirit vetëm betejë për të parën e komunës apo është diçka më tepër? Për shkak që edhe në tubimin e brëmshëm ju përmendet që betejën e ka me
zotin Ahmeti e jo me zotin Osmani? E vërtet është që janë zgjedhje lokale, ne jemi mundu prej fillim ta mbajmë atë fokusin te problemet lokale, te zgjedhjet lokale, te decentralizimi. Mirë po, vazhdimisht janë imponu teza legitimitetit, referendumit, bota sërbe, për gjithçka flasin këto, por nuk flasin për atë që kërkojnë votën, për komunën e Çajirit. Komunën e Çajirit e shohin një mundësi për të rikthim pushtet, për të kriju situatë të zgjedhjeve parakoshme, për të ikë përgjegjësisë, për të bërë pjesë e qeverisë, si jam mësuar të rinë qeveri vazhdimisht. Jam mësuar të jenë domethënë në pozitë. Ne jemi mundu, domethënë kjo është platforma. Secili prej kandidatëve domethënë të vlenit ka dalë me platformë konkrete. Kemi elaboruar për punën tonë 15 mujore, çka kemi vënë në qeveri, duke fillu edhe lehtësimi për One Stop Shopit në Blace, Jashgjince, projekteve tjera, domethënë që janë kapitale. Punë që janë duke realizuar në Çajir dhe ne votën e kërkojmë me platformë, me projekte konkrete, të mbuluara financiarisht, të mbuluara domethënë me afate kohore dhe qytetari më po e ndjen dallimin, ndryshimin, domethënë kur Çajiri e ka përkrajen e qeverisë. Dhe mund ta merr parasysh kur do ketë nesër përkrajen edhe qytetit të Shkupit, edhe ndërmarrjeve të qytetit të Shkupit, edhe të qeverisë, dhe do jetë një rilindje e Çajirit, sepse Çajiri vetvetiu nuk mund del në krye me problemet që i ka. Pak ka mundësi, nuk ka fabrika, nuk ka shumë të hyra. Prandaj Çajirit i duhet një dorë fuqishme e qeverisë, si këto 15 muaj, sidomos këto 3 muaj, domethënë me projekte konkrete që qytetari Çajirit t'i lehtësohet jeta, të jeton më mirë, ta shohim Çajirin aty ku duhet të jetë. Po është kjo betejë për te të parit komunës? Jo se kjo qeveri e mbështet decentralizimin. 1 miliard euro nuk i harxhon për Shkupin 2014. Kjo qeveri i harxhon për probleme reale, lokale, që ja bëjnë ma lehtë qytetarit jetën dhe ju mundson edhe kompanive lokale që një lloj infuzioni që të punojnë me projekte lokale kështu me radhë. Janë projekte ekonomike. Zoti Osmani, pyetja e njëjtë edhe për ju. Kështu, vetëm dje, kanë komunikuar dhe na kanë komunikuar prej Brukseli, se azotohemi si koalicion, se me njëherë pas tetorit, për qeverinë e re do kushtojmë ndryshimet kushtetuese. Domthonë, Europa i ka syt këtu për shkak se e shohin që Maqedonia e Veriut devijoi krejtësisht më prej rrugës europiane. Ajo temë u mbyll. Von der Leyen ishte dje tha, bënin ndryshimet kushtetuese. Këta që premtuan 6 muaj, 8 muaj, 9 muaj, tash flasin vetëm për kanalizimin. U shkputëm prej Shqipërisë, tash jemi lidh me Serbinë me fatin që e ka Serbia. Marrëveshja e Ohrit është tërësisht e anuluar. Shqiptarët e kanë humbur sovranitetin, ata nuk vendosin më për të ardhmen e vet. Konkret ku? Sot për të bërë ministër duhet të jeni i afërt me Mickovskin, jo të keni vullnetin e popullit. Se është marrë shtylla e parë, autonomia jonë për vendimare. E dyta, e drejta e vetos, shtylla e dytë është anuluar. Ne kemi pas 2 veto, një në institucione, një në politikë. Atë në institucione, balanserin, këta e kanë anuluar. Prej asaj dite, shqiptarët janë shndruar në zero, flitet për një raport prej 12 punësime me diku 600-700 kontrata në vepër. Vetë është hap tema për të anuluar badenterin. E keni pas nami e përgadit terrenin, pastaj veç kur ta bin vendimin. Edhe treta gjuha. Gjuha është hjek prej përdorimit në çdo institucion. Le që është hjek ajo 2 kolona që i kishim ne, po edhe memorandumet e dokumenteve nuk janë më në Shqip. Vullat ndryshohen, vetëm presin të përfundojnë zgjedhjet dhe po nuk është plebiscit, ata do e anulojnë edhe gjuhën. Edhe ne na e marrin gjithë arritjet. A dini pse bëhet kështu? Se kur nuk e keni vullnetin e popullit, ju nuk e keni biletin për të hyrë në qeveri dhe ju duhet paguni qira për qëndrimin. 1 muaj në qeveri e jepni balansuesin. 2 muaj në qeveri. Unë mendoj që marrëveshja e Ohrit krejtësisht është anuluar. E ardhmja europiane është dëmtuar dhe në Çajir të diellën, qytetari kur të voton për ta çliruar Çajirin, për të arzu këtë qeveri, se bie qeveria të nesërmen. Edhe këtë e din edhe europianët, e din edhe rajoni. Edhe e treta, rritë tash parime për kohën, ata shefu, atë zë respektoj asun. 10 sekunda ma herët. Kështu në merë një emisioni, këj njëtë folë për rastin Mostra. Këj dënoj rastin, ala pa e dënu gjykata. Këj njëtë, kështu. E shifni sa mirë elaboron.
Ki kur nuk kanë qeveri, nuk ka marrëveshje të Ohrit. Cila është frima e marrëveshjes Ohrit? Me bo Shkupin 2014, me bo Luona, e Zagar në për Shkup. Edhe tash kjo qeveri, ku i ndonë 1 miliard euro për komunat, për fuqizimin e decentralizimin, në frimën e marrëveshjes Ohrit, ti duket zi se ki nuk kanë qeveri. Më thonë, ki flet për ligjin e gjuhëve. Le të hap këtë debat me Arben Taravarin e me Zjadin Selen. A është ligji i gjuhës shqipe, a është ligji 20%? Ato kanë pas fushat 20%, nuk jemi 20%. Ky njerë le ta sqaron aty. E dyta, çka ndodhi me ligjin e gjuhëve? Gjykatat që këto i kanë zgjedhur, 9 gjykatës aty gjykatës kushtetuese, ai Sali Borati, që është deputet i këtyne, kanë bërë cirtar. Sot kur është deputet i Bodris, ka dhënë urdhën aty ta hapin çështjen. U hap çështja, po va mbyllëm çështjen. Sot nuk bisedohet për ligjin e gjuhëve të 20%. Jo ligjin e gjuhës shqipe. Po nuk është temë në rendite, nuk e dështuan edhe aty. Sa i përket përfaqësimit adekuat, balansuesin ka vendim me shkrim Bujar Osmani si ministër në qeveri që ka qenë kundër balansuesit, bashkë me Artan Grubin, bashkë me Kreshnik Bekteshin. Sot e bën Qametën. Balansuesin ne e kemi avansu, kemi sjell ligj për përfaqësim adekuat të shqiptarëve. Nuk e keni sjell. Kemi sjell në qeveri. Po qeveri ku ka ligj që sjell. Ne kemi bërë 2000 punësime. Le të tregon cilin vit kanë bërë më shumë se 700 punësime. Hajde në cilën temë tym dhe më thonë që ka degradu. Mirë, po kjo temë s'ka të bojë me pushtetin lokal. Këto nuk kanë ofertë për pushtetin lokal. Këto nuk i kanë mend të qejri, nuk i kanë mend të komuna. Këto i kanë mend se si të shpëtojnë, si dalim dhe më thonë për kësaj situatë dhe të rinjë. Edhe nga 30 sekonda do kemi dhe të përfundojnë. Relativizimi i dështimit kolosal të bota sërbe. Funde kryje këto janë. Relativizimi i dështimit kolosal të qeverisë në rrugën evropiane, në marrëveshjen e Ohrit, me bekatonka dhe kanalizime, nuk është i lejushëm dhe është tragjik. Unë kam marrë shembull, edhe Serbia një kohë ja imponoi Kosovës leadershipin prej Beograd. Shqiptarët nuk bën kompromise, nuk thanë nëse ai leadership na i rregullon bekatonkat, ne do e pranojmë. Lëshuan institucionet, në për podrume kanë mësuar shqiptarët për t'i thënë se ti nuk mund të ma vendosish mua vullnetin tim të ma imponosh. Marrëveshja e Ohrit, besoni që është e anuluar, gjykata kushtetuese. Ky se ka pas deri 10 ministër në qeverinë Gruevski. Mos e personalizohet tash këtë punësimi të fol për politikë. Po tash pa nisi unë ti ai. Mirë, ju lutem 30 sekonda. Nëse ka pas problem. Hajde ti krahasojmë argumentet. Ministër i Nikola Gruevskit, nëse se ka pas problem, ti vazhdon ato bisedime edhe sot, nëse e kanë ndihmuar të ikë, edhe mundohen ta kthejnë, nëse partneri i këtyre deri gjeshëm del edhe thotë, po, ne e kemi pa që vleni është bisedime me Mickovskin, po ne kemi shku te dera atë dhe kemi thonë ne pranojmë edhe pa kryetar parlamenti, edhe me një ministër më pak me hy, edhe me kërkesa më të ulta me hy, edhe sot dhe më thonë e bën këtë tragjike sigur çështje evropiane. Paralelizmi, hajde e krahasojmë atëherë qeverinë Gruevski dhe qeverinë tash. Mirë, jo, nuk do e krahasojmë. Këtë jemi në minutat e fundit të debatit. E kam patjetër, nuk mundesh me shpifje pa argumente, veç pështyse diçka do të ngjitet. Se unë mund të them atëherë diçka tjetër. Mund të them se ajo që serbe, ne kemi argumente Daka Davidovicin, kemi argumentet e mia. Jo, nuk do argumentet e mia. Zoti Megjiti, sa janë paguar mos dalim përgjime. Si janë bë, sa janë bë, po e kemi a do të nxjerrë. Publikisht pas fidojnë nxjerrë. Ti e nise. Unë për botën sërbe, t'jap argument. Zotë Megjiti tani. Botën sërbe e keni në qeveri, zëvendës kryeministri për marrëveshjen e qeverinë tonë ministër sërbe. Zëvendës kryeministri për marrëveshjen e Ohrit është për marrëveshjen e Ohrit, mos shpif. Ajo, ai institucioni është krijuar për marrëveshjen e Ohrit. Se ka shkruan atë emërtimi i institucionit që është. Jemi në minutat e fundit të emisionit. Ajo është mbruar aty për t'treguar se ju pakicat me rotacion dhe udhëheqni atë institucion. Kam një sfidë për ju të dy. Se këtë e ka bërë kjo qeveri. Kam një sfidë për ju të dy këto minutat e fundit të emisionit, gjatë gjithë kohës ju dëgjuam duke akuzuar, kritikuar njëri tjetrin, por unë dua që edhe për ta relaksuar opinionin publik, ta thoni nga një fjalë të mirë, në koment pozitiv, për çka e vlerësoni zotin Megjiti, zoti Osmani, dhe ju zoti Megjiti, për çka e vlerësoni zotin Osmani. Zoti Osmani. Shif, nuk e di çka ndodhi pas 2016-17. Po nuk është ai që e kam njohur. Për mirë tha jo me vazhdim. Po prandaj deri atëherë ai po foli unë, domethënë. Nuk kam vërejtje. Ne jemi shok, domethënë prej studime, edhe atëherë kemi pas përplasje, domethënë edhe si student.
Mund të vlerësoj si doktor i mirë, abdomen i mirë, që është edhe personale, më ka operu. Në aspekt profesional, po flasë. Në aspekt politik profesional. Po mirë, sa të është një fjallë të mirë. Për doktor, do është doktor i mirë. Për politik... E kam operu. Ju kisha dëshiruar që edhe t'jajp një dorë njëri tjetër për të dërguar mesazh që nuk jeni kundërshtar politik, por jo armiqë. Pa tjetër. Atëherë, shikues të nderuar, ne këtu do të përfundojmë këtë debat, të përfundojmë ciklin e debateve zgjedhore. Ishim bashkë me mua Ersan Pajazitin dhe me mysafirët për kandidatët për komunën e Çajirit. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e servisit publik. Jemi mirënjohës që këto debate organizohen në servisin publik. Mirë që bodhen mediumet shqiptare dueli. Atëherë, shikues të nderuar, këtu do mbarojmë me këtë debat, faktikisht mbarojmë edhe këtë cikël të emisionesh debative që i kishim për zgjedhjet lokale të vitit 2025. Edhe pak orë kanë mbetur deri në përfundimin, deri në fillimin e heshtjes zgjedhore faktikisht, pastaj më datë 19 tetor ju ftoj që të gjithë të dilni dhe të votoni për atë që ju mendoni që duhet t'ja jepni votën. Ne do të ritakohemi sërish të dielën në mbrëma së bashku me kolegen time Merita Gashi dhe me një grup analistësh për të diskutuar mbarvajtjen e procesit zgjedhor dhe sigurisht për të komentuar edhe rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.